A mund të kapim Ajatollahun Ali Khamenei siç bë me Maduron? Donald Trump do t'ua ketë kërkuar gjeneralëve të Pentagonit, pra nëse marrja e tij nga një vend 6 herë më i madh se Italia është shumë e vështirë, urdhri është bërë eliminojeni atë. Selia udhëheqësit suprem iranian ishte objektivi i parë i sulmit izraelito-amerikan dje në mëngjes dhe u rrafshua me tokë. Vetëm në mbrëmje pas një omëri thashethemesh, rrjedhjesh dhe mohimesh, epitafi i Trump rriti në platformën e tij të mediave sociale Truth. Khamenei, një nga njerëzit më të këqij në histori, ka vdekur, tha Trump. Më pak se një orë më vonë, konfirmimi erdhi në llogarinë X të ish udhëheqësit suprem, në emër të Aliut, paqja qoftë mbi të. Trump e zbukuron veten me Dafina. Kjo nuk është vetëm drejtësi për popullin iranian, por për gjithë amerikanët e mëdhenj dhe për ata njerëz në shumë vende të botës që u vranë ose u gjymtuan nga Khamenei dhe banda e tij e kriminalëve të etur për gjak. Ai nuk ishte në gjendje të shmangej sistemeve tona shumë të sofistikuara të inteligjencës dhe gjurmimit dhe duke punuar me Izraelin, nuk ishte asgjë që ai ose udhëheqësit e tjerë të vrarë me të mund të bënin. Kjo është mundësia më e madhe për popullin iranian për të rimarrë vendin e tyre. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kishin tentuar tashmë të eliminonin udhëheqësin suprem të Iranit në luftën 12 ditore qershorin e kaluar. Dje ata ja dolën ban. Ministri i jashtëm Abbas Araghchi deklaroi se për ai Sadiun, ai është ende gjallë, si dhe shumica e zyrtarëve më të lartë. Kryeministri i Izraelit Netanyahu madje i tregoi Trump një foto të kufonmës. Khamenei ishte i shpuar nga shrapneli, por i dallueshëm, një simptom se si Mossadi është infiltruar në aparatin e pushtetit të Republikës Islamike. Sipas ish shefit të inteligjencës izraelite, Amos Yadlin, ka të ngjarë që koha e sulmit të jetë përcaktuar nga burimet e inteligjencës në lidhje me lëvizjet e objektivave kryesor. Me fjalë të tjera, kur ata konfirmuan praninë e Khameneit, ata goditën. Eliminimi i udhëheqësit suprem është një goditje spektakolare, një provë më të ishme e superioritetit të madh ushtarak. Megjithatë, në përgjithësi, rënia e Khameneit ka pak ndikim në stabilitetin e strukturës së gjerë komanduese të Iranit. Vlera simbolike është më domethënëse. Rënia e Khameneit ndoshta mund të shkaktojë kryengritje në rrugët që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara po kërkojnë nga forcat opozitare iraniane. Kjo është arsyeja pse thashethemet për vdekjen e tij janë lajme që vlejnë aq sa nëse jo më shumë bomba. Opozita në mërgim menjëherë transmetoi thirrje në kanalet e saj në rrugët e disa qyteteve iraniane. Njerëzit po festonin vdekjen e diktatorit. Djali i ish shaut të Iranit, Reza Pahlavi, shkroi në X: tani Republika Islamike së shpejti do të hidhet në koshin e plerave të historisë, por ai nuk duket të jetë kandidati i Izraelit dhe SBA-s për pasardhës. Shpresoj që pas Darani dhe policia do të bashkojnë forcat me patriotët iranian dhe do të punojnë së bashku për ta rikthyer vendin në madhështinë që meriton, tha Trump. Procesi, paralajmëron presidenti amerikan, megjithatë, duhet fillojë së shpejti, ndoshta në të njëjtën ditë që vetëm Khamenei u vra, por vendi u shkatërrua. Bombardimet e rënda dhe precize do të vazhdojnë pa ndërprerje gjatë gjithë javës ose për aq kohë sa të jetë nevojshme për të arritur qëllimin tonë për paqe në lindjen e mesme dhe në të gjithë botën. A do të dëgjojë dikush? Fuqia dërmuese e komunitetit të përbashkët të inteligjencës izraelito-amerikane po i shtyn ata që janë më të ekspozuar ndaj sulmeve të kufizojnë komunikimet digjitale, gjurmimi i telefonave celular, përgjimi, njohja e zërit dhe aktivizimi i kamerave në distancë janë bërë shumë efektiv fal inteligjencës artificiale. Një emër ose një numër është i mjaftueshëm për të shkaktuar një gjueti digjitale, raporton Corriere della Sera. Për Aysadiun, shpreha e ministrit të jashtëm ofron dy tregues të asaj që po ndodh në Teheran. Së pari që qeveria dhe ndoshta edhe ushtria është organizuar për të punuar edhe pa komunikuar me nivelet më të larta. Së dyti, se vetë fjala e udhëheqësit suprem nuk është vendimtare për operacionet e aparatit. Rreziku i përgjimit dhe pavarësia e aparatit mund të bëhen problem për një ndryshim të qetë dhe konsensual të regjimit. Mossad, shërbimi sekret i Izraelit, po shtyn gjithashtu në këtë drejtim. Ai ka hapur një kanal Telegram në gjuhën perse, të quajtur Freedom Iran, dhe ka ritransmetuar njoftimin e Trump për vdekjen e Khameneit dhe thirrjen e tij për një grusht shteti. Komenti i fundit në anglisht që kushdo mund ta kuptojë është mirupafshim Ajatollah.